Nona s'vjen ma. A mendon se i ke bërë krenar prindërit e tu? Po nona më ka vdekë që 23 vite. Së mbriti kthejna. A baba po. E tash lutem edhe për nonën se atëre isha në muzikur e kur më ndroi jetë nona. 2000 ditën se u bata martu. Ti mu i më la me bashkëshortën. Time. Ama thot inshallah shoh birë në rrugë drejt. Edhe t'jesh i sjellshëm, inshallah Zoti t'udhëzon. Edhe unë kam fal namaz, edhe nona kur ka qenë gjallë. Ama inshallah thot vje koha të shoh rrugë drejt. Dhe zare. Nëse do ta kishe nënën këtu pranë, çfarë do t'i thoje? Është mëse normale të emocionohesh për nënën? Memi, mua më vjen keq që u emocionove kaq shumë, nuk doja të të prej kaq shumë, por unë e di që ajo pas vetes së saj ka lënë një djalë i cili e ka bërë krenar të ndjetë, ti ke bërë një kthes të bukur në jetën tënde dhe sot shqyr Zotit gëzon familje të mrekullueshme, djalin e kemi pas kuintave dhe është fantastik. Dhe besoj që edhe ti së shpejti do bësh vjerë, apo jo? Do bësh gjysh e do kuptosh vlerën e nënës. Tani pas këtij momenti të them të këndosh në këngë, s'ma merr mendja që mundesh të këndosh, do ta lejm pak më vonë këngën kur të marrësh veten. Nga këto lotët do kalojm pak në pozitivitet sepse ti e në emocione, ata kishin po nonë gjallë tash e kisha përqafu. Nona s'vjen ma. E ka thënë Zoti në Kur'an. Nona sa s'povës do të më thonë. Kret i gjenë, kret në trek i gjenë, kret ato bab nonë s'ka nuk zavendëson. Ajo është. Po me dashurinë e fëmijëve besoj që mbush një boshlik.